Edhe pse jemi në muajt e vjeshtës, Bashkia e Liboovës vazhdon të ketë vizitueshmëri të lartë nga turistët. Numri i vizitorëve gjatë kësaj periudhe ka pësuar rritje në krahasim me të njëjtët muaj të viteve të mëparshëm, duke treguar një trend pozitiv që po forcohet vit pas viti. Specialisti i turizmit pranë Bashkisë së Liboovës, Arjan Çano, shprehet se interesimi për këtë zonë po vijon edhe pas sezonit të verës. Sipas tij, prenotimet në bujtinat e zonës janë ende aktive, çka tregon se vizitorët po e shijojnë gjithnjë më shumë qetësinë dhe bukurinë që ofron Liboova në stinën e vjeshtës. Trendi i vizitorëve në territorin e Bashkisë Liboovë sigurisht jo muajt e vjeshtës bie, po në krahasim me vitet e kaluara, domethënë me një vit më përpara, është një numër më i lartë se 2024. Nga vëzhgimet që ne kemi bërë në për bujtina dhe hotele që ne kemi në zonë, sigurisht që ka pronotime edhe për muajin. Ka pasur domethënë edhe për muajin tetor, ka edhe për muajin nëntor dhe shpresojmë që të ketë edhe gjatë sezonit dimëror. Ndër zonat më të kërkuara prej turistëve të huaj mbeten ato rurale, veçanërisht fshatrat nepravisht, Labove Kryqit dhe zona e Zagorisë, peizazhi i pasur natyror, trashëgimia historike dhe mikpritja karakteristike e banorëve i japin këtyre vendeve një veçanti, duke e bërë Liboovën një destinacion që tërheq vizitor gjatë gjithë vitit. Në zonat rurale sigurisht që një hov ka marrë Labova, por edhe nepravishta tashmë, duke i dhënë pak më shumë indicje me projekte dhe duke qenë edhe tek qimfshatrat, por edhe Zagoria ka një interes shumë të madh për të vizituar, duke qenë një labirinth, duke qenë një zonë, një natyrë e pastër dhe me male dhe parku natyror që është aty, fusha e Çajupit, domethënë ka një interes për të vizituar zona më të thella. Rritja e vizitueshmërisë edhe gjatë muajve të vjeshtës tregon se Liboova po kthehet në një destinacion të qëndrueshëm turistik, që nuk kufizohet vetëm me sezonin veror. Përmes promovimit të zonave rurale, përmirësimit të infrastrukturës dhe mbështetjes së bujtinave lokale, Bashkia synon të zgjerojë më tej ofertën turistike dhe të sjellë zhvillim ekonomik në komunitetin e saj.